Ju mirëseardhje në hapësirën informative Shqipëria Sot. Unë jam Kasandra Pali dhe së bashku do jemi në minutat në vijim për të parë të gjitha zhvillimet kryesore të deritanishme. Është arrestuar me urdhër të SPAK drejtoresha e Akshit Linda Karçanaj, e cila ishte nën hetim për abuzime me 12 tendera të fituara me procedura të dyshimta. Për këtë operacion të SPAK do lidhemi menjëherë me kolegen Blona Prengze. Përshëndetje, Blona, cilat janë të reat më të fundit që kemi nga ky operacioni SPAK? Po, Kasandra, Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka lëshuar disa masa sigurie për abuzime me tenderat e Agjencisë Kombëtare të Shqipërisë së Informacionit. Bëhet me dije që në orët e para të mëngjesit SPAK dhe forcat e Byros Kombëtare të Hetimit kanë zbarkuar në rezidencën e Kodrës së Diellit, ku janë ushtruar kontrolle lidhur me personat e përfshirë në këtë dosje hetimore. Janë caktuar disa masa sigurie. Bëhet me dije që masë sigurie arrest në shtëpi është caktuar nga ana e GKK-s për drejtoreshën e Akshit Linda Karçanaj, ndërkohë masa arrest në burg është caktuar dhe për 2 biznesmen, përkatësisht Ergyz Agasi dhe Ermal Beqiri. Mësohet në fakt se masat për këta 2 të fundit nuk janë ekzekutuar ende, pasi gjatë kontrolleve të Byros Kombëtare të Hetimit nuk janë gjetur. Nga ana tjetër, një informacion i minutave të fundit ka qenë edhe pezullimi i caktuar nga SPAK për pezullimin nga detyra edhe për Erjon Ismailin, zëvendës drejtori i policisë së Tiranës. Në fakt, për këtë fundit nuk bëhet ende me dije se cili ka qenë lidhja e zëvendës drejtorit policisë Tiranës me abuzimin e tenderave të Akshit, pra me këtë dosje. Nga ana tjetër, kujtojmë që hetimet për këtë çështje kanë nisur rreth 1 vit më parë nga prokurori Bledar Maksuti. Janë ushtruar kontrolle në fakt edhe në banesat e Ergyz Agasit disa muaj më parë, por edhe në biznesin e Ermal Beqirit Soft Solution. Për këtë fundit, në kohën kur janë ushtruar kontrolle, janë sekuestruar edhe dokumenta të rëndësishme të cilat kanë ndihmuar prokurorin e SPAK Bledar Maksuti për të vijuar më tej me hetimet. Ndërkohë, nga ana tjetër, më 3 dhjetor në Prokurorinë e Posaçme është paraqitur dhe drejtoresha e Akshit, ku u mor në pyetje për disa orë me radhë lidhur me këtë hetim të ngritur nga Prokuroria e Posaçme, por edhe gjatë ditëve të fundit janë marrë në pyetje 25 zyrtar të Akshit, që janë kryesisht antarë të Komisionit të vlerësimit të ofertave dhe antarë të Komisionit të shqyrtimit të ankesave. Bëhet me dije që në fakt janë lëshuar masa sigurie dhe për këto të fundit, por nuk dihet ende nga Prokuroria e Posaçme se për cilët persona nga Komisioni i vlerësimit të ofertave dhe Komisionit të shqyrtimit të ankesave janë lëshuar masa sigurie. Ndërkohë pritet që nga ana e Prokurorisë së Posaçme të kemi një njoftim zyrtar, por ajo çka dihet deri më këtë moment është se si pasojë e hetimit 1 vjeçar nga ana e prokurorit Bledar Maksuti, të cilat janë hetuar 12 procedura të tenderave që dyshohet se janë bërë në shkelje. E qartë, mirë Blona, unë të falenderoj për gjitha detajet që ndave në këtë raportim të drejt për drejt. Ne do vijmë të qëndrojmë po të kjo çështje, pasi sekundër edhe kolegja Blona Prengzaj pohoi, bëhet fjalë për këtë operacion të SPAK në kuadër të hetimeve që ka nisur Prokuroria e Posaçme lidhur me tenderat të fituara me procedurat të dyshimta nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, lidhur me gjitha hetimet dhe dosjet që ka në dorë SPAK. Unë do lidhem direkt me kolegun Ervin Leka. Ervin, të përshëndes, nëse ke detaje më tepër lidhur me gjithë hetimet që po kryen Prokuroria e Posaçme lidhur me tenderat e zhvilluar nga ana e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit. Kasandra, në sitën e Prokurorisë së Posaçme SPAK për të agjentëve të Byros Kombëtare të Hetimit, të cilët kanë ndjekur prej pothuajse 1 viti, edhe tenderimet që janë dhënë nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, pra po kryen këto procedura dhe dyshohet se janë të paktën 12 tendera të lëshuara nga Akshi dhe që dyshohet se janë favorizuar kompania e Ermal Beqirit me lidhje të ndërthorta me ato të Ergyz Agasit, të biznesmenët për të cilët janë lëshuar dhe 2 masat
e sigurisë së arrestit në Burg, ndërkohë që po ashtu gjykata e posaçme kemi mundur të mësojmë se ka lëshuar edhe disa masa të tjera për anëtarë të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave pranë akshit, por edhe të ankesave, ku në fakt nga tenderat që janë dhënë në agjencinë pra shtetërore të akshit dhe pikërisht në këto tendera, pavarësisht se ishin fituar nga Ermal Beqiri me kompaninë Soft & Solution, ka pasur disa herë ankesa nga kompani të tjera për mënyrën se si janë bërë edhe tenderimet, ku dyshohet se janë shkelur edhe parazia në tendra, pasi prokuroria e posaçme prej tashmë një viti me prokurorin Bledar Maksuti ka regjistruar procedimin penal për të paktën disa vepra penale, ajo shkeljes së barazisë në tendra, pastrimit të parave, por edhe shpërdorimit të detyrës, pasi persona të ndërlidhur me njëri tjetrin dyshohet se kanë favorizuar kompaninë Soft & Solution të Ermal Beqirit, por edhe kompaninë EA Solution në pronësi të Ergjus Agasi, që si duket nëpërmjet kompanisë Ermal Beqirit kryen të punimet dhe merrshin favorizimet pra për sa i përket përfitimit të tendrave, që në fakt për llogaritën në 10 miliona euro këto 12 tendra që janë marrë nga ana e akshit, dhe pikërisht hetimet kanë bën me tenderimet që janë për sa i përket pajisjeve teknologjike, por edhe pajisjeve të ruajtjes apo institucioneve dhe që janë marrë nga ana e akshit. Sigurisht janë persona të tjerë që po vijojnë hetimet, ndërsa pritet që të kemi edhe një komunikim nga ana e prokurisë së posaçme se sa masa në total sigurie janë lëshuar dhe për kë janë ekzekutuar, pasi të paktën deri në këto momente kemi të konfirmuar vetëm lëshimin e kësaj mase për sa i përket arrestit në shtëpi për Milarna Kaçanaj, ndërsa për personat e tjerë, pra Ergjus Agasin, por edhe Ermal Beqirin, të paktën deri në këto momente na konfirmohet se nuk janë ekzekutuar, pasi ka dyshime se mund të jenë jashtë vendit. Sigurisht pra do të ketë edhe persona të tjerë për shkak se tenderimet që janë bërë, por edhe komisioni i ankesave që janë bërë dhe më pas ka pasur tërheqje nga këto ankesa, ka dyshime se nëpërmjet ndikimit të këtyre dy biznesmenëve janë favorizuar kompanitë Soft & Solution dhe EA Solution. E qartë. Mirë, Ervin, unë të falenderoj për këtë raportim të drejt për drejt. Do të shohim të tjera zhvillime. Altin Dumani ka goditur më shumë qeverinë dhe nuk veproi ndaj dosjeve të vjetra të demokratëve dhe Berishës. Sondazhi i zërit shqiptarëve në ABC News tregon se vetëm gjysma e anketuarve e shikojnë këtë periudhë si pozitive. Sondazhi nxjerr një pritshmëri të lartë të shqiptarëve për Klodian Brahon, ende pa hyrë në zyrë. Altin Dumani goditi qeverinë, jo opozitën, ndërsa shqiptarët kanë më shumë pritshmëri për drejtuesin e ri të SPAK se sa të vjetrin. Sondazhi i zërit shqiptarëve në ABC News nxjerr se shqiptarët janë të dyzuar për drejtimin 3 vjeçar të Altin Dumanit në krye të SPAK. 52.7% dhe shqiptarëve e konsiderojnë pozitive, kurse pjesa tjetër nga 47.3%. 30% thonë negative dhe 17.3% ka një mendim të përzier, mes pozitives e negatives. Por çfarë bëri Dumani në 3 vite? Sipas shqiptarëve, Dumani goditim tepër eksponent të mazhorancës se sa të opozitës. 55.3% e shqiptarëve mendojnë se drejtuesi në largimi SPAK kishte si objektiv qeverinë, kurse vetëm 19.4% opozitën. Shqiptarët konfirmojnë statistikat e deritanishme, ndërsa rrëzojnë pretendimet e Sali Berishës se SPAK është një armë gjau ndaj opozitës. Por për atë që Dumani mendon se meriton një medalje ari, luftën ndaj krimit të organizuar, shqiptarët nuk e japin meritat vet atij. 30.2% e tyre mendojnë se goditja e krimit të organizuar nga SPAK në 3 vitet e fundit është merit e shërbimeve të huaja. 30.1% e vetë iniciativave të Dumanit, kurse një pjesë edhe më e madhe se ta, 39.7% kanë një mendim të dyzuar. Por si e kanë parë shqiptarët zgjedhjen e pasuesit të Dumanit, drejtuesin e ri Klodian Brao? Në shumicë dërmuese, 85% e shqiptarëve besojnë se Brao nuk është i kapur nga Rama apo nga Berisha, por nga ndërkombëtarët. Vetëm 11.3% mendojnë se diplomatët nuk ndikuan tek zgjedhja e Braos. Ajo që bie në sy është se ende pa hyrë në zyrë, shqiptarët kanë më shumë pritshmëri nga Brao se sa nga puna e Dumanit në 3 vite. 60.2% besojnë se me Klodian Braun SPAK do të ketë sukses, ndërsa 52.7% besuan se Dumani pati sukses. Demokratët braktisën sërish protestën e thirrur nga Sali Berisha përpara kryeministrisë. Kreu i Partisë Demokratike mblodhi sërish aty një grusht të njerëzish në sheshin e Zënë prej ditësh nga Adriatik Lapaj, duke detyruar zhvendosjen e këtij fundit disa metra më tej. Mes dilemës së Berishës se kush është opozita mes tij dhe Lapajt, u vure mungesa në protestë e Ervin Salianit.
nuk të harroj si tyrën ty. Ti ke 4 ditë. Ti kuziet, Raketa që do sulmonim kryeministrinë e Leshit, të preshit të këtij shkërdatës. doktori krijet. I them frigacakut që merë zvar Adriatik Lapajnë protestues paqësor, civil, s'ke parë gjë akoma. Nga këto fjalë për momentin u tremb vetëm Lapaj. Ai iku dhe u fsheh tek bunkeri, pasi e kuptoi se edhe protestat e opozitës bën me lejen e qeverisë. Sot na hoqën me dhunë nga trotuari ku kemi një javë që protestojmë me argumentin që do vit protestoj Sali Berisha. Por Berishës i ka shpërthyer sërish zjarri i brendshëm dhe tani që Saliani po del Mavi dhe Shabani u bë roz, Adriatik Lapaj i duhet blu. Por kë do të zgjedh doktori kur ka djatha snokën, majtas belon dhe mbrapa gazin? Ju them juve zoti Berisha, ndiqeni, ngrijeni flamurin lart, të frymëzoni të gjithë shqiptarët. Që ka një problem, kjo u kuptua edhe në protest. Vajza e doktorit, Argita Maltezi, u shfaq pram foltores si hije e rënd. Ata që munguan ishin demokratët. Ata vazhdojnë e shohin protestën nga televizori, si ndeshje jo interesante e kategorisë së dytë. Mungoi edhe Ervin Saliani, ndoshta me vonesë, por më në fund, në Selim Blu, është dikush që e kuptoi, me urdhër të doktorit, mund të bëhesh numri 2, por jo për një kohë të gjatë, dhe Saliani, ndryshe nga Bardhi, ka kohë sa të duash. Një plagosje me armë zjarri ka ndodhur mbrëmjen e djeshme në qytetin e Durrësit. Për të dhënat më të fundit nga kjo ngjarje, kam në një lidhje të drejtë për drejtë direkt nga Durrësi kolegun Leonida Musaj. Leonida, të përshëndes, çfarë dihet deri më tani për këtë plagosje dhe si paraqitet gjendja shëndetësore e të plagosurit? Përshëndetje Kasandra, në fakt është një ngjarje e cila ka ndodhur mbrëmjen e djeshme në lagjen numër 9 të qytetit të Durrësit, e njohur ndryshe si lagja e re, ku disa persona në ambientet e një lokali janë konfliktuar me njëri tjetrin dhe më pas kanë përdorur armët e zjarrit. Përpasoj u plagos në krah njëri prej tyre, i identifikuar tashmë si shtetasi Fabian Kuçi, një person i njohur në TikTok këtu në Shqipëri dhe një personazh i cili është i njohur për drejtsinë britanike pasi ishte dënuar për disa vepra penale vite më parë në Angli. Siç e thash pak më parë, ngjarja ka ndodhur në lagjen numër 9, policia ka arritur të identifikojë persona të cilët janë të përfshirë në këtë ngjarje, njëri prej tyre tashmë i plagosur, ndërsa një tjetër është shpallur në kërkim nga ana e policisë si autori dyshuar i kësaj ngjarje. I plagosuri tashmë ndodhet në spitalin e Durrësit nën kujdes intensiv të bluzave të bardha, nga ku na bëhet me dije se ndodhet jashtë rrezikut për jetën, sipas nga policia e Durrësit. I plagosur ka marrë një plumb në parakrah, siç e thamë edhe pak më parë, ndodhet jashtë rrezikut për jetën, megjithatë policia timet për të zhvilluar dhe për të identifikuar personat e tjerë të përfshirë në këtë ngjarje. Nuk dihet ende motivi i këtij konflikti mes këtyre personave, po siç e thash pak më parë, personi i cili ka mbetur plagosur, i cili në TikTok njihet me emrin Guçi, është personi i cili ka patur konflikte të përhershme me tiktokerët e tjerë, me të cilët lënë vend takime siç ndodh zakonisht me këta personazhe. Pra mendohet që zanafilla mund të jetë një konflikt i nisur fillimisht në rrjetet sociale, apo jo, Leonida? Po, pak a shumë këto janë dyshimet të cilat ka policia për momentin. Mirë, unë të falenderoj për raportimin e drejt për drejt, do ndalemi tani në Vlorë për të rikthyer edhe një herë vëmendjen te ngjarja që u regjistrua pas ditën e djeshme, ku një person u gjet i djegur brenda një automjeti në qafën e Llogaras. Bëhet fjalë për një ish punonjës policie. Dyshimet janë që i ka dhënë fund jetës duke u vetë djegur. Megjithatë, për hetimet të cilat vijojnë ende, kam në një lidhje të drejt për drejt kolegun Eltonika.
Elton, të përshëndes, kemi të reja nga hetimi i policisë Vlorës e takon kësaj ngjarje të rëndë? Të paktën deri në këto moment, çfarë kemi thënë gjatë ditës së dieshme edhe gjatë ditës së të konfirmojnë që deri në këto moment nga policia e Vlorës mbetet ajo e vrasjes. Pra, që ish efektivi i policisë Artion Xhelo nga ura vajgurore dhe ish punonjës në drejtorinë vendore të Policisë tike dhe në fetës pikërisht duke djegur në automjetin e tij. Nga ato se çfarë ka policia deri në këto momente, dyshohet se 27 vjeçari të këtë automjet me njërë sapo ka vendosur atë me benzinat dhe më pasi ka dhe në fund jetës në këtë mënyrë, ndërsa me njërë policia ka nisur hetimet e cilat janë duke vijuar, por e riteksoj dhe një tjetër që pista kryesore vijon të mbetet ajo e vetvrasjes, kjo edhe për faktin që prej 3 vitesh Artion Xhelo vuante edhe nga depresioni, kjo e konfirmuar edhe nga familjarët e tij. Pikërisht ajo edhe në këto momente edhe pse pritet ende ADN-ja për trupin e Pajet, është deklarata e marrë nga familjar të ish efektivit të policisë, i cili ka dalë ditën e orës 11 sa pa treguar dhe në ti, ndërsa duket se ka zgjedhur pikërisht zonën e Llogëdhën edhe fundjetës. Automjeti, me njëherë pas ekspertizës të kryer, pasi dhe targat ishin thuajse të shkrumuara plotësisht, është bërë mundur që të identifikohet mjeti tip BMW dhe i rezultonte pikërisht në pronësi të shtetarit Artion Xhelo që sipas policisë çoi edhe në faktin që këta të fundit këtë konfirmojnë që bëhet fjalë pikërisht për shtetasin në fjalë, megjithatë të rezervuar shumë nga policia e Vlorës, pasi do të presi padyshim edhe ekspertizën zyrtare për trupin e Pajet të 27 vjeçarit. Ka patur edhe kamera sigurie të siguruara pamje nga këto të fundit në hyrje të parkut kombëtar të Llogaras, aty ku është parë mjeti që lëvizte dhe brenda tij ka qenë vetëm personi në fjalë, pra vetëm një person. Çka sipas tyre deri në këtë moment konfirmon edhe një herë tjetër pistën që e kemi thënë pak më parë për atë vetvrasjes së 27 vjeçarit. E qartë. Mirë, Elton, unë falenderoj për raportimin e drejt për drejt. Sot zhvillohet seanca për 16 të arrestuarit e vënë pranga 2 ditë më parë për krim mjedisor në qytetin e Elbasanit. Do të lidhemi me kolegen Edisona Skënderi. Me njëherë pas një shkëputje publicitare, do rikthehemi me kolegen Edisona Skënderi. Jemi rikthyer në këtë transmetim të drejt për drejt, si kundër e thashe edhe pak më herë, do lidhemi tani me kolegen Edisona Skënderi direkt nga Elbasani, pasi sot zhvillohet masa e sigurisë për 16 arrestuarit 2 ditë më parë për krim mjedisor në qytetin e Elbasanit. Edisona, të përshëndes, kur pritet që të njëjë seanca dhe çfarë pritet të ndodhë sot? Sandra, të përshëndes, seanca është paracaktuar që të nisë në orën 12 të ditës së sotme dhe do të vendoset për vlerësimin e masës të ndalimit të 16 personave të cilët u arrestuan nga policia e Elbasanit në kuadër të operacionit të policor metalurgjiku. 16 prej të arrestuarve, mes të cilëve edhe 9 shtetas me kompozi të huaj, përkatësisht një shtetas është me origjinë nga Korea, një shtetas është me origjinë nga Nepali dhe 7 shtetas të tjerë janë me origjinë nga India, ndërsa pjesa tjetër janë shtetas shqiptar dhe do të gjykohen nga gjykata e Elbasanit ditën e sotme në lidhje me masën e ndalimit të tyre. Nëse gjatë kohës që do të zhvillohen hetimet do të qëndrojnë në masën e arrestit në burg, apo do të ketë lehtësira për disa prej tyre. Gjithashtu kujtojmë që për gjatë operacionit metalurgjiku që u zhvillua rreth 3 ditë më parë, 8 persona të cilët gjithashtu sipas grupit të hetimit të ngritur nga prokuroria e Elbasanit dyshohet se kanë kryer palishmëri sa i takon punës që ata kryenin pranë 2 ndërmarrjeve që funksiononin në qytetin e Elbasanit dhe saktësisht në zonën e ish metalurgjiku. Të bëhet fjalë të paktën 2 kompani që tashmë janë gjovitur dhe janë pezulluar
nga ana e institucioneve përkatëse, bëhet fjalë për kompaninë GSA Ferrokrom, e cila sipas hetimeve të deri tanishme dyshohet se nuk trajtonte dhe nuk dërgonte tek asnjë operator i licencuar mbetjet e hirit. Ndërsa një tjetër TCALB nuk respektonte kriteret e riciklimit dhe asgjësimit të baterive. Kujtojmë që kemi raportuar më herët sa i takon Ferrokromit kësaj kompanie për zjarrin e madh që ra në ambientet e kësaj kompanie dhe për ndodhjen alarmante që shkaktoi pikërisht kjo kompani në qytetin e Elbasanit. Dhe disa në fakt nga akuzat që janë ngritur tashmë e Elbasanit do gjykohen sot nga gjyqtari i çështjes, i cili do t'japi edhe masat përpunojësit. E qartë, mirë, Edisona, faleminderit për këtë raportim të drejtë për drejtë. Kërkesa e lartë për gjelin e detit të rritur në mënyrë natyrale duket se ka zbrazur edhe tregjet e Myzeqes që në javën e 2 të dhjetorit ka një kërkesë të lartë nga ana e konsumatorëve për të marrë kështu dhe për ta bërë pjesë të tryezës pa diskutime dhe shpendin e festës. Kam në një lidhje të drejtë për drejtë tani direkt nga Fieri kolegen Valbona Davidi. Valbona, të përshëndes, sikundër edhe thash duket se kërkesa e lartë për gjelin e detit ka zbrazur tregjet e Myzeqes, një lajm i mirë apo jo dhe për fermerët? Në një farë mënyrë po, mund të thuhet se janë zbrazur tregjet, madje janë vetëm disa fermerë, pra numri i fermerëve të cilët janë duke tregtuar aktualisht në sasira të vogla krerësh të shpendve të gjelit të detit në tregjet e Fierit është i vogël krahasuar me kërkesën e lartë. Është një periudhë vitit që duhet ta theksojmë ku kërkesa e lartë për gjelin e detit të rritur në mënyrë natyrale, qoftë në ferma të mëdha apo edhe në oborret e shtëpive të fermerëve në qarkun e Fierit, është i tillë saqë bën që deri në javën e dytë, tashmë kemi kaluar në 10 ditëshin e fundit të muajit dhjetor, ku nuk ka, le të themi, nuk ka gjendje për sa i përket gjelit të detit. Bëhet fjalë për një situatë e cila përsëritet vit pas viti, sepse në fakt është pikërisht në një farë mënyrë konfuzioni që shkaktohet në treg pas mbërritjes sasirave të gjelit të detit nga importi dhe që bën që edhe konsumatorët në një farë mënyrë të ngatrohen dhe të mos kuptojnë se çfarë produkti janë duke blerë. Për këtë arsye, konsumatori ka rend që në javën e dytë apo të parë të dhjetorit për të rezervuar apo për ta blerë gjelin e detit dhe për ta mbajtur me qëllim që ta gatuajnë në tryezën e festave të ndërrimit të viteve apo edhe Krishtlindjes, duke bërë kështu që në një farë mënyrë fermerët të mbeten të kënaqur. Të paktën nga kontaktet që kam pasur dhe intervistat që kam realizuar me fermerë në tregjet e Fierit, ata duket se janë të kënaqur dhe sasia që e mbetur duket se do të shitet përpara mbërritjes Krishtlindjeve, pra përpara datës 25 dhe pjesa tjetër që do të mbetet në treg sigurisht do të jetë produkti importit më i lirë në çmim, por me cilësi të kontestuar vazhdimisht nga ana e konsumatorit. Mund të ndjekim intervistat e konsumatorëve në fakt, të cilët janë duke kërkuar, sikur do thamë në krye të kësaj lidhjeje, janë duke kërkuar për produktin natyral që quhet bio dhe që në fjalorin e përditshëm quhet gjel vendi. Mund të ndjekim. Çfarë po synon? Synojmë, shikojmë se na pëlqejnë ato që të vendit. Të vendit, që quhen të vendit. Të quhen të vendit. Po se komplekset që janë ato ndryshon qika. I ke provuar ato të produktet e Kularives? Nuk i kam provuar, po njeriu im ishte shumë njëshu. I paknaqur. I paknaqur nga ato. Tani ti vet dita dallosh? Po paka shumë. Cilat janë vetëmi ato? Paka shumë, e shikon të kemë dhe shikon të krarori, për patit hollat e të krarori, është pulvendi, ku se ato e kanë të mbushur, kanë mi shumë. Do të thënë është e lehtë ta dallosh, nuk është ndonjë gjë. Me dallona e fshatari një. Mirë Valbona, sikundër edhe ti e the konsumatorët janë në kërkim pa diskutim të shpendit festës, ai që është rritur në mënyrë natyrale dhe bio. Faleminderit për intervista që ka realizuar dhe për raportimin e drejt për drejt. Ndalemi tani në qytetin e Lezhës, Këshilli Bashkiak ka miratuar buxhetin për vitin e ardhshëm që ka vlerën e 2.54 miliard lekëve. Lidhemi direkt nga Lezhë me kolegun Gjergj Figuri.
Gjergj, të përshëndes, është miratuar kështu buxheti i kësaj bashkie për vitin e ardhshëm, si parashikohet shpërndarja e këtij fondi? Në fakt ashtu siç e thatë edhe ju, me 29 vota pro dhe vetëm 5 kundër, Këshilli Bashkiak i Lezhës ka miratuar buxhetin për vitin 2026, i cili në fakt vjen 2 herë më i lartë krahasuar me vitin 2019, duke shkuar në 25 miliard lekë të vjetra, dhe sigurisht ku pjesa më e madhe, rreth 70% mbulohet nga të ardhurat e Bashkisë së Lezhës. Pra, nga ky buxhet kaq i madh, rreth 70% mbulohet nga të ardhurat e bashkisë, për të cilat në fakt duket se fokusi kryesor është vendosur te investimet, dhe në total 59% të gjithë totalit të këtij buxheti do të shkojë për investime me fokus kryesor infrastrukturën rrugore të qytetit, por edhe të zonave rurale, ashtu si edhe për rikualifikimin e qendrave urbane, kryesisht në qytetin e Lezhës, por edhe në disa lagje të ndryshme të cilat synojnë të kthejnë një tjetër pamje të një qyteti që në fakt është shumë turistik. Ajo që është e rëndësishme për të fiksuar është fakti se në fakt një rritje ka pasur e saj përket shërbimeve të ndryshme që duhet të kryhen kryesisht në zona turistike, siç është Shëngjinje dhe Talja, ashtu siç ka lënë në fokus pikërisht edhe turizmin. Duke i referuar pikërisht këtij momenti, kryetari i Bashkisë së Lezhës ka bërë të ditur se në gjithë të total duket se një pjesë e konsiderueshme do të shkojë edhe në zonat rurale, pikërisht në infrastrukturën rrugore dhe lidhjen e tyre me qendrat urbane në mënyrë për të dhënë një akses më shumë lëvizjet, por sigurisht për të përmirësuar kushtet dhe ndikuar edhe në turizëm, duke qenë se shpërndarja e tij tashmë nuk është vetëm në Shëngjin, por ka një zonë më të madhe, atëherë është para nevojshme që përmirësimi i infrastrukturës rrugore të jetë një domosdoshmëri për vitin 2026, por nga ana tjetër edhe vetë qyteti i Lezhës do të pësojë një tjetër ndryshim me ndërhyrje thelbësore dhe janë në total 112 rrugë që do të kalojnë në investime për vitin 2026 dhe kjo konsiderohet si mjaft e rëndësishme, sigurisht duke parë edhe të gjitha zhvillimet e reja, por nga ana tjetër është konfirmuar se këtij buxheti total të pushtetit vendor në Lezhë në fakt i paraprin edhe 10 miliard lekë të tjera të vjetra që tashmë janë pjesë e projekteve të përbashkëta të Bashkisë së Lezhës dhe qeverisë shqiptare për të përmirësuar të gjithë aspektin njësor të banorëve të Bashkisë së Lezhës, por edhe për të ndikuar në ekonomi, por edhe në zhvillimin e turizmit. Në fakt, për këtë temë ka folur edhe kryebashkiaku i Lezhës, Perin Reu, i cili ju ftoi ta ndiqni. Si vetë ne vim me një buxhet kuptohet me rritje, vim me një buxhet fokusuar kryesisht tek infrastruktura rrugore. Pak a shumë adresojmë një projekt që shkon në 70% të eliminimit të problematikës së infrastrukturës urbane dhe rurale. Jo pa qëllim është bë kjo, duke qenë një vend turistik, duke qenë një zonë e cila tashmë nuk mund të po zhvillohet dhe nuk mund të ekzistojë pa infrastrukturën rrugore dhe vetë zhvillimi, dhe vetë turizmi e kërkon si domosdoshmëri, ne jym në një sistem me 57,2 kilometra, ku 20 kilometra janë vetëm brenda qytetit. Fillojmë tek rruga Demokracia tek Fisht, fillojmë tek Gurret, sipër, tek shtëpiat private, fillojmë lagjen Kodër Malekaj, do hymë në gjitha rrugët që nuk do hynë KFV-ja, përveç këtij projekti që kemi ne këtu. Kemi 10 miliard të dhëna nga qeveria tashmë për pallatin e sportit dhe për rrugë të rurale, siç kemi premtuar. Unë jam ulur me kryeministrin, do vinë pra në 10 miliard tjera që vinë përveç kësaj, janë 2 miliard që vinë te qendra moshës së tretë. Pra po ti shikojmë në syrin e lekëve që implementohen në ekonomisë, po tham Milot Badreni si duhet shpallat tashmë, për arsye turbulencave që ju e dini. Bypassi i Shëngjinit që ka filluar. Mirë, Gjergj, ndoqëm kështu edhe një pjesë nga fjala e kryetarit bashkisë në mbledhjen e Këshillit Bashkiak. Faleminderit dhe për raportimin e drejtë për drejtë.
Ndalemi tani tek një tjetër zhvillim me kolegun Elidon Berberi direkt nga Gjirokastra, ku me sa duket kemi një rritje të numrit të vizitorëve të cilët vizitojnë monumentin më të madh dhe një herazi simbolin e qytetit të Gjirokastrës, që është Kështjella Argjiro. Lidhem tani me Elidon Berberi. Elidon, të përshëndes, nëse do flasim me gjuhën e shifrave, kemi një rritje të numrit vizitorëve apo jo në qytetin e Gurt? Kasandra, me dita dhe absolutisht që po të paktën duke ju referuar edhe statistikave zyrtare të marra pranë drejtorisë monumenteve dhe trashëgimisë kulturore të Gjirokastrës, dhe konkretisht bëhet fjalë për mbi 300.000 vizitor vendas edhe të huaj, të cilët janë njohur me monumentin më të madh, jo vetëm në Gjirokastër apo në vend, por edhe një që konsiderohet prej më të mëdhenjve në Ballkan, pikërisht për Kështjellën Argjiro, i cili është edhe fortifikimi më i madh në vendin tonë. Qoftë se do të bënim një krahasim me vitin e kaluar, statistikat flasin për rreth 40.000 turistë më tepër nga viti i kaluar, dhe duhet të theksojmë këtu faktin që për vitin që sapo lan pas, Kështjella Argjiro u konsiderua edhe si monumenti më i vizituar në vendin tonë, dhe konsiderohet edhe mendohet që edhe për këtë vit sërish ky monument historiko-kulturor të jetë më në krye të listës, por megjithatë duhet të presim me statistikat zyrtare nga Ministria e Kulturës sa i takon siteve arkeologjike apo edhe monumenteve në bazë të shifrave. Normalisht që ky numër i lartë i vizitorëve është të konsideruar edhe një sfidë sa i takon drejtorisë së monumenteve në Gjirokastër, pasi pikërisht flasim për një kështjellë madhështore që ka nevojë edhe për ndërhyrje, dhe pikërisht në këtë kuadër të gjitha punonjësit apo agjencitë që kanë varësi, jo drejtori, po edhe Ministria e Linjës ka ndërhyrë në restaurimin e fortifikimeve të cilat janë më problematike, aty ku është tendenca më e madhe vizitorëve për të parë Gjirokastrën, pikërisht nga bedenat e kësaj kështjelle, është bërë e mundur rrëheqja e bimësisë nga muret rrethuese, të cilat jo pak herë janë bërë edhe shkaktare për të patur qarje të këtyre mureve, edhe një herazi pastrimi total i të gjitha ambienteve të kësaj kështjelle. Në qoftë se do flasim për trendin e vizitorëve edhe për këtë vit, ashtu si vitin e kaluar, në krye të listës, përpos atyre vizitorëve që kemi patur nga të gjitha kontinentet e botës, numrin më të lartë e shënuj sërish italianët, spanjollët, edhe kemi një... Po, Elidon, për ta përfunduar. Kemi edhe një rritje, edhe një trend të ri sa i takon shtetasve nga vendet nordike, por ka qenë Ardis Duka që ka dhënë edhe më tepër detaje mbi atë çfarë po lë pas ky vit, lidhur pikërisht mbi vizitueshmërinë edhe ndërhyrje që po bëhen në Kështjellën Argjiro. Mirë, Elidon, do kemi mundësi të ndjekim në një moment të dytë pa diskutim dhe të pasqyruar në edicionet e radhës në ABC News edhe intervistat që ke kryer se takon edhe këtij lajmi të mirë për rritjen e numrit vizitorëve në qytetin e Gurt. Faleminderit edhe për raportimin e drejt për drejt. Kështu kemi ardhur në përfundim të Shqipëria Sot, të tjera zhvillime mund t'i ndiqni në faqen zyrtare abcnews.al, ABC News mund ta ndiqni edhe në radio në frekuencën 105 FM. Faleminderit për vëmendjen, bashkë ndajmë këtu.